Në dhomën e saj të fundit, inspektorët gjetën copat e një kitare të thyer. Jo të rëna aksidentalisht, por të coptuara me forcë të egër, sikur dikush kishte dashur ta shkatëronte çdo kujtim të zërit që dikur mbushte sallat më të mëdha të vendit. Mbi dërrasën e natës, një shënim me shkrim dore që thoshte vetëm, nuk mund të këndoj më atë që më urdhërojnë. Ky shënim u fsheh nga dosja zyrtare brenda 24 orëve. Policia e quajti çmenduri artistike, por ata që e njihnin Vaçe Zela e dinin të vërtetën, ajo nuk ishte çmendur. Ajo ishte thyer nga diçka shumë më e fortë se vetë ajo. Pyetja që askush nuk guxoi ta bënte me zë të lartë ishte kjo: kush e detyroi yllin më të ndritshëm të Shqipërisë të heshë përgjithmonë? Çfarë fshehin ata që qëndronin më afër saj? Dhe pse, edhe sot, ka njerëz që dridhen kur dëgjojnë emrin e saj? Vaçe Zela nuk lindi në pallate. Ajo erdhi nga një familje modeste në Lushnjë, ku babai punonte në fusha dhe nëna qepte rroba për fqinjet që të mbante familjen mbi ujë. Por zëri i saj ishte një mrekulli që nuk njihte klasa sociale. Kur këndonte në dasma lokale, njerëzit ndaloheshin në rrugë. Fëmijët harronin lojrat. Pleqt lotonte. Ajo kishte atë lloj zëri që të bënte të besoje se Zoti ekziston, sepse vetëm një fuqi hyjnore mund të krijonte diçka kaq të pastër, kaq të fuqishëm. Por në Shqipërinë e viteve të 50, talenti nuk mjaftonte. Duhej të ishe i duhuri. Duhej të kishe lidhje. Dhe Vaçe nuk kishte asgjë përveç zërit të saj. Kur ajo u paraqit për herë të parë në audicionin e radios kombëtare në vitin 1958, komisioni e refuzoi. Jo sepse nuk këndonte mirë, por sepse nuk kishte biografinë e duhur. Familja e saj nuk ishte në regjistrat e partisë. Nuk kishin luftuar në luftë. Ishin thjesht njerëz të thjeshtë. Dhe në atë kohë, kjo ishte një dënim. Por Vaçe nuk u dorëzua. Ajo vazhdoi të këndonte kudo ku e pranonin, në klube lokale, në festa private, në sallat e vogla ku njerëzit pinin raki dhe harronin për një çast se jetonin në një regjim që i kontrollonte edhe ëndrat. Dhe pikërisht në një nga këto festa, në vitin 1960, dikush e dëgjoi. Dikush me pushtet. Një zyrtar i lartë i Ministrisë së Kulturës, i cili ishte atje rastësisht, mbeti i magjepsur. Por jo nga zëri i saj. Jo nga talenti. Ai pa diçka tjetër, një vajzë të bukur, të pambrojtur, që mund të kontrollohej. Ai ofroi Vaçes një kontratë. Ajo do të bëhej ylli i ri i Shqipërisë. Do të këndonte në Radio Tiranë. Do të udhëtonte nëpër vend. Por kishte një kusht të pashkruar, ajo do t'i përkiste atyre. Jo vetes. Jo artit. Por sistemit që e kishte zgjedhur. Vaçe nënshkroi. Ajo ishte vetëm 20 vjeçe. Si mund të dinte se po nënshkruante një kontratë me djallin? Brenda një viti, Vaçe Zela u bë emri që të gjithë e dinin. Zëri i saj dëgjohej në çdo shtëpi shqiptare. Këngët e saj kalonin kufi. Por askush nuk e dinte çmimin që ajo po paguante. Askush nuk e dinte se çdo këngë që këndonte ishte zgjedhur nga dikush tjetër. Çdo fjalë ishte censuruar. Çdo notë ishte kontrolluar. Ajo nuk kishte të drejtë të zgjidhte as rrobat që vishte në skenë. Ekzistonte një komitet artistik që vendoste çdo detaj të jetës së saj publike. Dhe kur ajo u përpoq të këndonte një këngë popullore që e kishte mësuar nga gjyshja, një këngë të vjetër për dashurinë e humbur, ju tha se ishte ideologjikisht e papërshtatshme. Ajo qau atë natë. Por në mëngjes u ngrit dhe këndoi atë që i thanë. Sepse alternativa ishte të zhduket. Të bëhej askush. Dhe Vaçe kishte frikë nga heshtja më shumë se nga çdo gjë tjetër. Por frika më e madhe e saj nuk ishte sistemi. Ishte njeriu që hyri në jetën e saj në vitin 1963. Emri i tij ishte Bashkim Shehu, një regjisor i ri, karizmatik, me lidhje në qarqet më të larta të pushtetit. Ai erdhi në jetën e Vaçes si një shpëtimtar. I premtoi se do ta mbrojë. Se do ta bëjë të pavarur. Se do ta ndihmoj të këndoj atë që do zemra e saj. Vaçe i besoi. Ajo ishte e vetmuar. Ishte e lodhur nga lufta e përditshme për të mbetur e dukshme pa u shndërruar në kukull. Bashkim dukej si përgjigja e lutjeve të saj. Por ai nuk ishte shpëtimtar. Ai ishte gardiani i ri i saj. Brenda 6 muajsh, ata u martuan.
Dhe brenda një viti, Vaçe kuptoi se kishte bërë gabimin më të madh të jetës së saj. Bashkim nuk e donte. Ai e zotëronte. Ai kontrollonte çdo lëvizje të saj. Çdo takim. Çdo miqësi. Ai vendoste kur ajo do të këndonte dhe kur do të heshte. Dhe kur Vaçe u përpoq të protestoj, ai e goditi për herë të parë. Jo me grushta, por me fjalë kaq të ftohta, kaq të egra, sa ajo ndjeu sikur diçka brenda saj u thye përgjithmonë. Njerëzit e shihnin Vaçe Zela në skenë dhe shihnin një mbretëresh. Ajo vishte fustanet më të bukura. Buzëqeshja e saj ndriçonte sallat. Zëri i saj bënte që zemrat të dridheshin. Por askush nuk e shihte atë që ndodhte pas perdes. Askush nuk e shihte se si ajo mbulonte shenjat e gishtërinjve në qafë me shalle të hollë. Askush nuk e dinte se si ajo mësoi të qesh edhe kur brenda saj çdo gjë po vdiste. Ekzistonte një grua që e shihte. Emri i saj ishte Lule Hoxha, grimierja e saj personale për më shumë se 10 vjet. Lule ishte ajo që e ndihmonte Vaçe të fshihte gjurmët e dhunës para çdo shfaqjeje. Ajo ishte ajo që e mbante kur Vaçe dridhej nga ankthi para se të dilte në skenë. Dhe ajo ishte ajo që, për herë të parë pas 40 vitesh heshtje, vendosi të flasë. Unë e mbuloja dhunën e tij me pudër dhe buzë kuq, thot Lule sot, me zë të thyrë. Ajo më luste të mos i tregoja askujt. Sepse nëse e mësonte dikush, karriera e saj do të mbaronte. Dhe ajo kishte më shumë frikë nga heshtja sesa nga goditjet. Por dhuna fizike nuk ishte gjëja më e keqe që Vaçe përjetoi. Ishte diçka më e thellë. Më e errët. Në vitin 1970, Vaçe mbeti shtatzën. Ajo ishte e lumtur për herë të parë pas vitesh. Mendonte se një fëmijë do ta shpëtonte martesën e saj. Do t'i jepte një qëllim përtej skenës. Por bashkim nuk e pa kështu. Ai e pa si kërcënim. Një fëmijë do të thot pushim nga puna. Do të thot vëmendje e ndarë. Do të thot humbje e kontrollit. Ai e detyroi të abortonte. Jo me dhunë fizike, por me diçka më të keqe, me izolim emocional kaq të plot sa Vaçe ndjeu se po mbytej. Ai nuk i foli për javë të tëra. E trajtoi si ajër. Dhe kur ajo më në fund u dorëzua dhe shkoi në klinik, diçka brenda saj vdiq përgjithmonë. Ajo nuk foli kurrë për këtë. As me miqt më të afërt. As me familjen. Por ata që e njihnin mirë thanë se pas asaj dite, zëri i saj ndryshoi. Bëhej më i thellë. Më i hidhur. Sikur ajo po këndonte jo për dashurinë, por për humbjen. Dhe ndërsa karriera e saj arriti kulmin, jeta e saj private po shkatërrohej. Në vitin 1980, Vaçe Zela ishte emri më i madh në Shqipëri. Ajo këndonte para dhjetëra mijëra njerëzve. Këngët e saj kalonin kufi. Por brenda, ajo ishte bosh. Ajo filloi të pinte. Jo shumë në fillim. Vetëm pak verë para gjumit për të qetësuar nervat. Por shpejt u bë më shumë. Një shishe. Pastaj 2. Bashkim e përdorte këtë kundër saj. E quante të dobët. Të papërgjegjshme. Dhe kur ajo u përpoq të kërkonte ndihmë, ai e izoloi plotësisht. Ai i largoi miqt. I ndaloi të takonte familjen. Ajo u bë e burgosur në shtëpinë e saj. Dhe askush nuk e dinte. Sepse në skenë, ajo ende buzëqeshte. Ende këndonte. Ende ishte Vaçe Zela, ylli që të gjithë e donin. Por brenda, ajo po vdiste ngadalë. Në vitin 1988, diçka ndryshoi. Regjimi komunist po fillonte të çahej. Njerëzit po flisnin më lirshëm. Artistët po kërkonin më shumë liri krijuese. Dhe Vaçe, për herë të parë pas vitesh, ndjeu një shkëndij shprese. Ajo mendoi se ndoshta, vetëm ndoshta, ajo mund të këndonte atë që donte. Ajo shkroi një këngë. Një këngë për dhimbjen e saj. Për heshtjen e saj. Për të gjitha vitet që ajo kishte qenë e detyruar të buzëqesh ndërsa brenda po coptohej. Ajo e paraqiti këngën te komisioni artistik. Dhe ata e refuzuan menjëherë. Jo sepse nuk ishte e mirë, por sepse ishte shumë e vërtetë. Shumë e dhimbshme. Shumë e rrezikshme. Atë natë, Vaçe mori kitarën e saj, instrumentin që e kishte shoqëruar për 30 vjet dhe e theu në copa. Ajo nuk bërtiti.
Nuk qau. Thjesht e theu, copë pas cope, derisa duart I gjakosën. Dhe kur Bashkim hyri në dhomë dhe e pa, ai nuk pyeti çfarë kishte ndodhur. Ai thjesht tha, pastro këtë rëmuj. Dhe ajo e pastroi. Sepse kjo ishte gjëja e vetme që ajo dinte të bënte, të ushqente, edhe kur çdo gjë brenda saj po vdiste. Por kush ishte vërtet Bashkim shehu? Pse ai kishte kaq shumë pushtet mbi të? Dhe çfarë lidhjesh kishte ai me njerëzit në pushtet që bën të mundur që dhuna e tij të mbetej e fshehur për dekada? Këto janë pyetjet që askush nuk guxoi t'i bëjë atëherë. Por sot, për herë të parë, dëshmitar po flasin. Dhe ajo që po zbulohet është më e tmerrshme se çdo gjë që mund të kishim imagjinuar. Në arkivat e sigurimit të shtetit, të cilat u hapën vetëm në vitin 2017, u gjet një dosje me kopertinë të kuqe. Mbi të, me shkronja të zeza, shkruhej, objekti Bilbil. Brenda saj, qindra faqe raportesh të detajuara për çdo lëvizje të Vaçe Zelas nga viti 1965 deri në vitin 1990. Çdo bisedë e saj private ishte regjistruar. Çdo takim ishte dokumentuar. Çdo lot që ajo kishte derdhur në intimitetin e shtëpisë së saj ishte shënuar nga dikush që qëndronte në hije. Por gjëja më e frikshme në atë dosje nuk ishin raportet. Ishte një listë emrash. Njerëz që ishin paguar për ta spionuar. Dhe në krye të asaj liste ishte një emër që e bëri Vaçen të dridhej kur e mësoi, motra e saj më e vogël, Drita. Gruaja që ajo e kishte mbajtur financiarisht për vite. Gruaja që flinte në shtëpinë e saj kur kishte nevojë. Gruaja që e përqafonte dhe I thoshte ti je e vetmja që më kupton. Ajo ishte ajo që raportonte çdo fjalë të Vaçes te autoritetet. Për 35 lekë në muaj dhe premtimin se fëmijët e saj do të pranonin në shkollën e mirë. Si mund të jetojë dikush kur zbulon se edhe gjaku I tij të ka shitur? Kur Vaçe e mësoi të vërtetën në vitin 1992, pas rënies së regjimit, ajo nuk bërtiti. Nuk e përballoi motrën. Ajo thjesht pushoi së foluri me të. Thjesht e fshiu nga jeta e saj sikur nuk kishte ekzistuar kurrë. Njerëzit që I njihnin të dyja thanë se Drita u përpoq të kërkonte falje. Shkoi në shtëpinë e Vaçes 10 herë. Qëndroi para derës dhe qau. Por Vaçe nuk e hapi kurrë atë derë. Ajo thjesht qëndronte nga ana tjetër, e heshtur, duke dëgjuar vajin e motrës së saj dhe nuk ndjeu asgjë. Sepse diçka brenda saj kishte vdekur shumë kohë më parë. Ajo kishte mësuar se në këtë botë askush nuk është I besueshëm. As familja. As dashurit. As shteti që të jep famë. Të gjithë kishin një çmim. Dhe ajo kishte paguar më shumë se kushdo tjetër. Por pyetja që e mundon edhe sot ata që e njihnin është kjo: nëse motra e saj e tradhtoi për 35 lekë, sa njerëz të tjerë e shitnin për edhe më pak? Sa prej atyre që e duartrokisnin në skenë ishin të njëjtët që raportonin për të në errësirë? Në vitin 1989, kur muri I Berlinit ra dhe era e lirisë filloi të fryjë edhe në Shqipëri, Vaçe Zela mendoi se më në fund do të mund të merrte frym. Ajo mendoi se tani, me regjimin në rënje, ajo do të mund të këndonte atë që donte. Do të mund të fliste. Do të mund të ishte e lirë. Por ajo nuk e kuptoi se disa burgje nuk janë të ndërtuara me mure. Disa burgje janë të ndërtuara me frikë kaq të thellë sa edhe kur dyert hapen, ti nuk guxon të dalësh. Në mars të vitit 1990, Vaçe u ftua të këndonte në një koncert përkujtimor për viktimat e regjimit. Ishte shansi I saj. Momenti I saj për të folur. Për të kënduar për dhimbjen që ajo kishte mbajtur brenda për 30 vjet. Ajo shkroi një këngë të re. Një këngë që fliste për heshtjen e detyruar. Për zërat që u shtypen. Për artistët që u detyruan të buzëqeshin ndërsa brenda po coptoheshin. Ajo e provoi atë këngë në shtëpi, para pasqyrës, me lot në sy. Ishte kënga më e sinqertë që ajo kishte shkruar ndonjëherë. Por një ditë para koncertit, ajo mori një telefonat. Një zë mashkullor, I ftohtë, I qetë, I tha vetëm kaq: nëse këndon atë këngë, dosja jote do të bëhet publike. Dhe të gjithë do të mësojnë se çfarë bëre për të mbetur në skenë. Vaçe nuk pyeti kush ishte. Ajo e dinte. Ajo gjithmonë e kishte ditur se ka njerëz që nuk do ta linin kurrë të lirë. Njerëz që kishin nevojë që ajo të mbetej e kontrolluar, sepse nëse ajo fliste, shumë sekrete do të dilnin në dri. Atë natë, ajo dogji këngën.
e dogji bashkë me shënimet. Dhe në koncert, ajo këndoi një këngë të vjetër, të sigurt që nuk rrezikonte askën. Publiku e duar trokiti. Por ata që e njihnin mirë panë se diçka kishte ndryshuar në sytë e saj. Ajo nuk ishte më aty. Ajo ishte thjesht një hije e asaj që kishte qenë dikur. Por kush e kërcënoi? Kush kishte ende kaq shumë pushtet edhe pas rënies së regjimit? Emri që del më shpesh në dëshmi është ai Agim Krajkës, ish oficer i lartë i sigurimit të shtetit, i cili nuk u arrestua kur pas vitit 1991. Ai thjesht u tërhoq dhe hapi një kompani private sigurie. Por sipas burimeve që kanë folur në kushte anonimiteti, Agim Krajka mbajti kopje të gjitha dosjeve më të ndjeshme. Dhe ai i përdorte ato për të kontrolluar njerëzit edhe në demokraci. Vaçe Zela ishte një prej tyre. Ajo nuk ishte e lirë. Ajo nuk do të ishte kur e lirë. Sepse ata që e kishin kontrolluar për dekada e dinin se ajo kishte bërë kompromise për të mbijetuar. Dhe ato kompromise, nëse dilnin në dritë, do ta shkatëronin përgjithmonë. Çfarë kompromisesh? Çfarë kishte bërë Vaçe që ajo kishte kaq frikë të zbulohej? Kjo është pyetja që askush nuk guxon ta bëjë me zë të lartë. Por ka njerëz që pretendojnë se e dinë përgjigjen. Dhe ajo që ata thonë është kaq e rëndë sa edhe sot, 30 vjet pas vdekjes së saj, familja e saj refuzon të flasë. Në vitin 1994, Vaçe Zela u diagnostikua me një sëmundje të rëndë. Mjekët i thanë se kishte probleme serioze me zemrën. Por ata që e njihnin mirë thanë se zemra e saj ishte thyer shumë kohë më parë. Sëmundja ishte thjesht manifestimi fizik i asaj që kishte ndodhur brenda saj për dekada. Ajo filloi të tërhiqet nga jeta publike. Refuzoi koncerte. Nuk donte të shihej. Nuk donte të fliste. Ajo jetonte në një apartament të vogël në Tiranë, pothuajse e izoluar plotësisht. Bashkim Shehu, burri i saj, kishte vdekur në vitin 1991 në rrethana të paqarta. Disa thanë se ishte sulm në zemër. Të tjerë thanë se ishte vetvrasje. Por Vaçe nuk foli kurrë për të. Kur e pyetën në një intervistë të rrallë, ajo thjesht tha, ai nuk është më. Dhe unë jam ende këtu. Kjo është e gjitha që ka rëndësi. Por a ishte vërtet e lirë pas vdekjes së tij? Apo burgu i saj ishte bërë aq i brendshëm sa edhe pa gardianin, ajo nuk dinte si të jetonte? Në vitet e fundit të jetës së saj, Vaçe Zela filloi të bënte diçka të çuditshme. Ajo filloi të shkruante letra. Jo për t'i dërguar, por thjesht për t'i shkruar. Letra drejtuar njerëzve që e kishin tradhtuar. Letra drejtuar motrës së saj. Letra drejtuar bashkimit. Letra drejtuar vetes së saj të re. Ajo I mbante ato letra në një kuti metalike nën shtrat. Dhe kur vdiq në vitin 1998, ajo kuti u gjet nga një fqinje që hyri në apartament pas disa ditësh heshtje. Por kur familja erdhi për të marrë sendet e saj, kutia kishte zhdukur. Dikush e kishte marrë para se ata të mbërrin. Kush? Dhe çfarë shkruaj në ato letra që dikush kishte kaq shumë nevojë t'i fshite? Fqinja, e cila sot është 80 vjeçe dhe jeton në një shtëpi pleq, thotë se ajo arriti të lexonte vetëm një letër para se kutia të zhdukej. Ishte një letër e shkurtër drejtuar atyre që më detyruan të heshtja. Dhe në fund të saj, Vaçe kishte shkruar, ju më morët zërin. Por ju nuk mund të më merrni të vërtetën. Ajo do të dalë. Edhe nëse unë nuk jam më këtu për ta parë. A ishte kjo një parashikim? Apo një kërcënim? Dhe nëse e vërteta do të dalë, pse ende, pas 30 vjetësh, askush nuk ka guxuar ta tregojë. Në vitin 2005, një gazetar investigativ me emrin Arben Lalla filloi të hetonte jetën e Vaçe Zelas. Ai intervistoi 10 njerëz. Mblodhi dokumente. Gjeti dëshmi. Ai ishte gati të publikonte një libër që do të zbulonte të gjithë të vërtetën. Por një javë para botimit, shtëpia e tij u dogj. Të gjitha shënimet e tij u shkatëruan. Ai vetë mbijetoi, por u tërhoq nga projekti. Kur e pyetën pse, ai tha vetëm, ka gjëra që nuk ja vlen të dihen. Ka njerëz që ende janë shumë të fuqishëm. Kush janë këta njerëz? Pse ata kanë ende kaq shumë frikë nga e vërteta e një gruaje që vdiq para më shumë se 20 vjetësh?
Dhe çfarë do të ndodhte nëse ne, sot, do të guxonim të pyesnim ato pyetje që askush nuk ka guxuar t'i bëj? A jeni gati të dëgjoni atë që vjen më pas? Sepse ajo që do të zbulojmë në kapitujt e ardhshëm është më e errët se çdo gjë që kemi thënë deri tani. Në vitin 1987, Vaçe Zela u ftua në një darkë private në një vilë në Durrës. Ishte një darkë ekskluzive vetëm për elitën e re të Shqipërisë, ish zyrtar të lartë që po bëheshin biznesmen, artistë të famshëm dhe disa figura të panjohura që qëndronin në hije. Vaçe nuk donte të shkonte. Ajo ishte e lodhur. Ishte e sëmur. Por mori një telefonat nga dikush që i tha se do të ishte në interesin e saj të ishte aty. Kur ajo arriti, ajo pa se kjo nuk ishte thjesht një darë. Ishte një mbledhje. Një lloj rituali ku njerëzit flisnin me zë të ulët, ku kontrata nënshkruheshin pa letra, ku e ardhmja e vendit po vendosej jo në parlamente, por në tavolina private me pije të shtrenjta dhe cigare kubaneze. Vaçe u ul në një cep e heshtur duke vëzhguar. Dhe atëherë, një burr i vjetër me kostum të zi dhe sy të ftohtë ju afrua. Ai nuk i tha emrin e tij. Ai thjesht i ul pranë dhe i tha: "Ju keni një zë të bukur, zonjë Zela. Por zërat mund të heshtin shumë shpejt nëse nuk din kur të flasin." Vaçe ndjeu një të ftohtë që i kaloi nëpër kurriz. Ajo e kuptoi menjëherë, kjo nuk ishte një ftesë. Ishte një paralajmërim. Atë natë, kur u kthye në shtëpi, ajo gjeti një zarf të bardhë në nder. Brenda tij, një fotografi e saj duke dalë nga një hotel në vitin 1973. Ajo nuk ishte vetëm në atë fotografi. Ishte me një burr që nuk ishte bashkëshorti i saj. Një burr që, sipas burimeve, ishte një zyrtar i lartë i partisë. Fotografia nuk kishte asnjë shënim. Por mesazhi ishte i qartë: ne e dim. Ne kemi gjithçka. Dhe nëse ti flet, ne do të shkatërrojmë. Vaçe e dogji atë fotografi. Por ajo nuk mund të digjte kujtimin. Ajo nuk mund të digjte frikën që ajo fotografi i kishte mbjellë. Sepse ajo e dinte se nëse ajo fotografi dilte në dritë, jo vetëm karriera e saj do të mbaronte, por edhe kujtimi i saj do të shkatërrohej përgjithmonë. Ajo do të bëhej jo ylli që të gjithë e donin, por gruaja që të gjithë do ta përçmonin. Dhe në një shoqëri ku nderi ishte më i rëndësishëm se e vërteta, kjo ishte dënimi më i keq. Por kush e kishte bërë atë fotografi? Kush e kishte mbajtur për vite duke pritur momentin e duhur për ta përdorur? Dhe çfarë kishte ndodhur vërtet në atë hotel në vitin 1973? Sipas një burimi që ka folur në kushte anonimiteti, Vaçe nuk kishte qenë aty me vullnetin e saj. Ajo ishte thirrur për një takim pune. Por kur arriti, ajo kuptoi se ishte një kurth. Ajo u detyrua të qëndronte. U detyrua të heshte. Dhe u fotografua si provë që ajo ishte bashkëpunëtore. Kjo ishte mënyra se si sistemi funksiononte, nuk të vriste, të komprometonte, të bënte bashkëfajtor, dhe pastaj të mbante robë përmes fajit tën. Vaçe Zela nuk ishte viktime e vetme. Ajo ishte një nga qindra artist, intelektual dhe njerëz të thjeshtë që u detyruan të bënin zgjedhje të tmerrshme për të mbijetuar. Por ndryshimi ishte se ajo nuk mund të harronte kurrë. Ajo mbante atë peshë çdo ditë. Dhe ajo peshë, më në fund, e theu. Në vitin 1997, pak muaj para se të vdiste, Vaçe Zela thiri një prift në shtëpinë e saj. Ajo nuk ishte kurrë shumë fetare, por ajo donte të rrëfehej. Prifti, i cili sot është i moshuar dhe jeton në një manastir në jug të Shqipërisë, thotë se ajo rrëfim ishte gjëja më e rëndë që ai kishte dëgjuar ndonjëherë. Ajo nuk po rrëfehej për mëkate të vogla, thotë ai. Ajo po rrëfehej për një jetë të tërë të jetuar në frikë. Për zgjedhje që ajo u detyrua të bënte. Për njerëz që ajo tradhtoi për të mbrojtur veten. Ajo qau kaq shumë sa unë mendova se do të vdiste aty, para meje. Prifti i dha absolutim. Por kur po largohej, Vaçe e ndaloi dhe i tha: faljet e Zotit nuk mjaftojnë. Unë kam nevojë që njerëzit të dinë se unë nuk isha ajo që ata mendonin. Unë nuk isha ylli i lumtur. Unë isha një grua e thyrë që u detyrua të buzëqeshte. Prifti i premtoi se do të fliste. Por kur Vaçe vdiq, ai u kërcënua nga njerëz të panjohur. Atij ju tha se nëse ai fliste, manastiri i tij do të mbyllej. Dhe ai heshti. Për 20 vjet.
Derisa tani, kur ai është shumë i vjetër për t'u frikësuar më, ai ka vendosur të tregojë të vërtetën. Por çfarë të vërtetë tjetër po fshihet ende? Çfarë dokumentesh janë djegur? Çfarë dëshmitarësh janë heshtur? Dhe sa prej asaj që ne mendojmë se e dim për Vaçe Zela është thjesht një gënjeshtër e ndërtuar me kujdes për të mbrojtur ata që vërtet e shkatëruan? Në kapitullin e ardhshëm, ne do të zbulojmë diçka që askush nuk e ka thënë kurrë, lidhjen e fshehtë midis vdekjes së Vaçe Zelas dhe një skandali politik që pothuajse rrëzoi qeverinë në vitin 1998. Sepse Vaçe nuk vdiq thjesht nga sëmundja. Ajo vdiq sepse dinte shumë. Dhe ka njerëz që ende, sot, janë të lumtur që ajo nuk është më këtu për të folur. A jeni gati të dëgjoni atë që vjen? Sepse pas kësaj pike nuk ka kthim mbrapa. Në dhomën e saj të fundit, inspektorët gjetën diçka që nuk u përfshi kurrë në raportin zyrtar. Një shishe të vogël qelçi, pothuajse të zbrazët, me etiketë farmaceutike të grisur. Analiza toksikologjike nuk u krye kurrë, sepse trupi i Vaçes u kremtua brenda 24 orëve, pa autopsë të plotë. Por infermierja që e gjeti atë shishe, një grua me emrin Mirela Kola, e mbajti atë në heshtje për 30 vjet. Sot, ajo e tregon për herë të parë, unë e njihja atë ilaç. Ishte fenobarbital, një qetësues i fortë që jepej vetëm me recetë mjekësore. Por doza që mungonte nga ajo shishe ishte e mjaftueshme për të shkaktuar ndalim të frymëmarrjes. Unë e raportova te mbikëqyrësi im. Ai më tha të harroja atë që kisha parë. Më tha se familja dëshiron privatësi. Por çfarë familjeje? Vaçe nuk kishte askënd pranë saj në ato ditë të fundit. Kush e solli atë shishe në dhomën e saj? Kush kishte qasje të ajo në orët e fundit? Dhe pse, kur Mirela u përpoq të fliste me policinë, ajo u largua nga puna brenda një jave dhe u detyrua të nënshkronte një marrëveshje heshtjeje? Nëse Vaçe Zela vdiq nga sëmundja, pse kishte kaq shumë nxitim për ta varrosur? Dhe nëse ajo vdiq nga diçka tjetër, kush kishte interes që ajo të heshte përgjithmonë? Në muajt para se të ndëronte jetë, Vaçe kishte filluar të bënte diçka që e kishte friksuar rrethin e ngushtë të atyre që ende e kontrollonin. Ajo po fliste me një gazetar të huaj. Emri i tij ishte Marco Bellini, një italian që po punonte për një dokumentar mbi artistët e regjimeve komuniste. Ai kishte dëgjuar për Vaçe Zela dhe donte ta intervistonte. Në fillim, ajo refuzoi. Por Marco ishte këmbëngulës. Ai shkroi letra. Telefonoi. Dhe më në fund, në shkurt të vitit 1998, Vaçe pranoi ta takonte. Ata u takuan 3 herë. Në takimin e parë, Vaçe foli vetëm për muzikën. Në takimin e dytë, ajo filloi të fliste për dhimbjen. Dhe në takimin e tretë, ajo i tha Marco diçka që e bëri atë të ngrinte nga karriga: unë nuk jam e lirë të flas. Edhe tani, edhe pas rënies së regjimit, ka njerëz që më vëzhgojnë. Ka njerëz që do të bënin gjithçka për të më heshtur. Sepse unë di emra. Unë di vende. Unë di çfarë ndodhi me para që zhduken. Unë di kush tradhtoi kë. Dhe nëse unë flas, shumë njerëz të fuqishëm do të bien. Marco e regjistroi atë bisedë. Ai e fshiu në një kaset që e mbajti të fshehur. Por kur ai u kthye në Itali për të montuar dokumentarin, kaseta kishte zhdukur nga çanta e tij. Dikush e kishte vjedhur nga dhoma e hotelit të tij në Tiranë. Ai raportoi vjedhjen, por policia nuk gjeti asgjë. Dhe kur ai u përpoq të kontaktonte Vaçe përsëri, ajo nuk ju përgjigj kurrë. 2 muaj më vonë, ajo ishte e vdekur. Marco Bellini jeton ende sot në një fshat të vogël pranë Firenzes. Ai është 82 vjeç, por kujtesa e tij është e qartë. Unë e di se ajo kaset u vjedh me qëllim, thot ai. Unë e di se dikush nuk donte që bota të dëgjonte atë që Vaçe kishte për të thënë. Dhe unë e di se vdekja e saj nuk ishte natyrale. Ajo ishte shumë e frikësuar në takimin ton të fundit. Ajo më tha: nëse diçka më ndodh, ju duhet ta dini se nuk ishte aksidentale. Unë nuk e mora seriozisht atëherë. Mendova se ishte paranoja. Por tani, pas gjithë këtyre viteve, unë e di se ajo kishte të drejtë. Por nëse Vaçe ishte kaq e frikësuar, pse ajo vendosi të fliste? Çfarë e shtyu atë, pas 30 vjetësh heshtje, të rrezikonte gjithçka? Përgjigjja qëndron në diçka që ndodhi në janar të vitit 1998. Diçka që e bëri Vaçe të kuptonte se heshtja e saj nuk po e mbrojte më.
Ishte vetëm duke e mbajtur robë. Në fillim të vitit 1998, një grua e re me emrin Elona Dushku erdhi në shtëpinë e Vaçes. Ajo ishte vajza e një ish oficeri të sigurimit të shtetit që kishte vdekur në burg në vitin 1992. Elona solli me vete një çantë të vjetër lëkure, plot me dokumente që babai i saj I kishte fshehur para se të arrestohej. Brenda asaj çante ishin kopje të dosjeve të sigurimit, përfshirë dosjen e Vaçes Zelas. Por kishte edhe diçka tjetër, një listë emrash të njerëzve që kishin përfituar financiarisht nga shitja e pronave të konfiskuara të artistëve të përsekutuar. Dhe në krye të asaj liste ishte një emër që e bëri Vaçe të ngrinte nga karriga, Agim Krajka, I njëjti burg që e kishte kërcënuar në vitin 1990. Por tani, Elona I tregoi Vaçes diçka që ajo nuk e kishte ditur kurrë. Agim Krajka nuk kishte qenë thjesht një oficer I sigurimit. Ai kishte qenë partneri I fshehtë I Bashkim Shehu, burrit të Vaçes. Të dy kishin bashkëpunuar për të kontrolluar karrierën e Vaçes, për ta mbajtur atë të varur dhe për të përfituar nga kontrata të fshehta që ajo nënshkruante pa e ditur. Vaçe kishte qenë jo vetëm një viktimë e sistemit. Ajo kishte qenë një mjet biznesi për burrin e saj dhe miqtë e tij. Kur Vaçe e mësoi këtë, diçka brenda saj u thye përfundimisht. Ajo nuk qau. Ajo nuk bërtiti. Ajo thjesht u ul në karrige dhe tha, unë kam jetuar një gënjeshtër. Gjithçka ka qenë një gënjeshtër. Elona I la dokumentet me të dhe iku. Ajo I tha Vaçes se ajo mund t'i përdorte ato dokumente për të kërkuar drejtësi. Por Vaçe e dinte se drejtësia nuk ekzistonte për njerëz si ajo. Sistemi kishte ndryshuar emrin, por njerëzit ishin të njëjtët. Ata që e kishin kontrolluar atëherë, ende kishin pushtet tani. Dhe nëse ajo fliste, ajo nuk do të merrte drejtësi. Ajo do të shkatërrohej. Por për herë të parë në jetën e saj, Vaçe nuk kishte më frikë nga shkatërimi. Sepse ajo tashmë ishte e shkatëruar. Çfarë më shumë mund t'i bënin? Ajo vendosi të fliste. Dhe kjo vendim e vrau. Në mars të vitit 1998, Vaçe Zela thiri një mbledhje të vogël në shtëpinë e saj. Ajo ftoi 5 njerëz, 2 gazetar, një avokat, një ish koleg artist dhe Elona Dushku. Ajo u tha atyre se ishte gati të bënte një deklaratë publike. Ishte gati të zbulonte emrat e atyre që e kishin kontrolluar, shfrytëzuar dhe tradhtuar. Ishte gati të tregonte të vërtetën për vitet e errëta të regjimit dhe për atë se si ajo rrjet kontrollues ende ekzistonte. Ajo u tha atyre se kishte dokumente. Kishte prova. Dhe kishte dëshminë e saj. Mbledhja zgjati 3 orë. Në fund të saj, të gjithë ranë dakord se do të organizonin një konferencë për shtyp brenda 2 javësh. Por asnjë nga ata 5 njerëz nuk arriti të shite atë konferencë. Sepse brenda 10 ditëve, Vaçe Zela ishte e vdekur. Dhe brenda një muaji, Elona Dushku kishte ikur nga Shqipëria dhe nuk u kthye kurrë. 2 gazetarët u larguan nga puna. Avokati u sulmua në rrugë dhe përfundoi në spital me lëndime të rënda. Dhe artisti, I cili kishte qenë miku më I ngushtë I Vaçes, u gjeti vdekur në shtëpinë e tij 6 muaj më vonë. Shkaku zyrtar, sulm në zemër. Por askush nuk e besoi. Kush organizoi këtë shkatërim sistematik? Kush kishte pushtetin dhe burimet për të heshtur 5 njerëz në mënyra të ndryshme, por po aq efektive? Emri që del përsëri dhe përsëri është ai I Agim Krajkës. Por ai nuk veproi vetëm. Sipas burimeve që kanë folur në kushte anonimiteti, Agim kishte lidhje me një rrjet biznesi që kishte lindur nga privatizimi I pasurive të shtetit pas vitit 1991. Këta njerëz kishin përfituar miliona nga shitja e pronave të konfiskuara. Dhe nëse Vaçe fliste, gjithë ajo skem do të zbulohej. Ata nuk mund ta lejonin këtë. Ata nuk mund ta lejonin që një grua e vjetër, e sëmur, e thyer, të merrte gjithçka që kishin ndërtuar mbi kufoma dhe heshtje. Pra ata e heshën. Jo me plumba. Jo me dhunë të hapur. Por me mënyra më të heshta, më të pastra, që nuk linin gjurmë. Dhe ata ja dolën. Sepse edhe sot, 30 vjet më vonë, askush nuk është dënuar. Askush nuk është hetuar. Dhe emri I Vaçe Zelas është thjesht një kujtim I zbet për një brez që po plaket. Por ka një gjë që ata nuk mund ta fshin, dokumentet që Elona Dushku I la me Vaçe. Ato dokumente nuk u gjetën kurrë në shtëpinë e Vaçes pas vdekjes së saj.
Por Elona, para se të largohej nga Shqipëria, i dha një kopje dikujt tjetër. Dikujt që ajo i besonte. Dikujt që ende jeton dhe që, sipas burimeve tona, është gati të flasë për herë të parë. Në kapitullin e ardhshëm, ne do të zbulojmë se kush është ky person. Dhe çfarë përmbajnë ato dokumente që kanë qenë të fshehura për 30 vjet. Sepse e vërteta, pavarësisht sa thellë e varrosin, gjithmonë gjen një mënyrë të dalë në dritë. Dhe kur ajo del, ata që menduan se ishin të sigurt do të dridhen. A jeni gati të dëgjoni emrat? A jeni gati të dini se kush vërtet e vrau Vaçe Zela? Sepse ajo që vjen tani është më e rëndë se çdo gjë që kemi thënë deri tani. Në vitet pas vdekjes së Vaçes, një numër i çuditshëm njerëzish që kishin qenë të lidhur me të filluan të vdisnin në rrethana të dyshimta. Në vitin 1999, ish menaxheri i saj, Petrit Malaj, u gjeti vdekur në makinën e tij, e parkuar pranë një liçeni të largët. Policia e quajti vetvrasje. Por familja e tij tha se ai nuk kishte asnjë arsye për të bërë një gjë të tillë. Ai ishte i lumtur. Kishte projekte të reja. Kishte një nipër që sapo kishte lindur dhe për të cilin ai fliste me krenari. Por në makinën e tij u gjet një shënim lamtumire që, sipas ekspertëve të shkrimit, nuk ishte shkruar nga dora e tij. Në vitin 2001, shoferja personale e Vaçes, një grua me emrin Drita Hoxha, u sulmua në shtëpinë e saj. Ajo mbjetoi, por humbi kujtesën për ngjarjet e asaj nate. Mjekët thanë se ishte trauma. Por ajo, para se të humbte kujtesën, i kishte thënë një infermiereje, ata më pyetën për dokumentet. Unë u thash se nuk dija asgjë. Por ata nuk më besuan. Kush ishin ata? Dhe çfarë dokumentesh po kërkonin? Dhe pse, edhe pas 30 vjetësh, dikush ende po kërkon të fshijë çdo gjurmë të së vërtetës? Në vitin 2017, kur arkivat e sigurimit të shtetit u hapën pjesërisht për publikun, qindra njerëz shkuan për të kërkuar dosjet e tyre. Por kur familjarët e Vaçe Zelas kërkuan dosjen e saj, ju tha se ajo nuk mund të gjendej. Zyrtarët thanë se ndoshta ishte humbur gjatë kaosit të viteve të 90. Por një ish punonjes i arkivave, i cili foli në kushte anonimiteti, tregoi një histori tjetër: dosja e Vaçe Zelas nuk është humbur. Ajo u hoq me qëllim. Unë e pash me sytë e mi. Në vitin 2015, një burr me kostum të zi erdhi me një urdhër zyrtar. Ai mori dosjen dhe nuk e ktheu kurrë. Unë pyeta mbikëqyrësin tim. Ai më tha të mos bëja pyetje. Kush kishte autoritetin për të hequr një dosje nga arkivat kombëtare? Kush kishte frikë nga ajo që përmbante ajo dosje? Dhe çfarë sekretesh ishin aq të rënda sa edhe pas rënies së regjimit, edhe pas hapjes së arkivave, dikush ende kishte nevojë t'i fshihte? Por ka një person që e di të vërtetën. Një person që ishte aty në ato ditë të fundit. Një person që pa gjithçka, dëgjoi gjithçka dhe që ka jetuar me atë barë për 30 vjet. Emri i saj është Lule Hoxha, grimierja e Vaçes, e njëjta grua që e ndihmoi të fshihte gjurmët e dhunës për vite të tëra. Lule është tani 85 vjeç. Ajo jeton në një shtëpi të vogël në periferi të Tiranës, e izoluar, e harruar nga bota. Por ajo ka ruajtur diçka që askush tjetër nuk e ka, një ditar që Vaçe i besoi në ditët e fundit të jetës së saj. Në atë ditar, Vaçe shkroi gjithçka. Emrat, datat, vendet, sekretet. Dhe Lule, pas 30 vjetësh heshtje, ka vendosur të flasë. Unë nuk kam më shumë kohë, thot ajo. Unë jam e vjetër. Unë jam e sëmur. Por para se të vdes, unë dua që bota të di se çfarë i bën asaj gruaje. Unë dua që ata që e shkatëruan të dinë se e vërteta nuk vdes me ne. Ajo jeton. Dhe ajo do të dalë. Në atë ditar, Vaçe shkroi për natën kur ajo u detyrua të shkonte në atë hotel në vitin 1973. Ajo shkroi emrin e burrit që e thiri atje. Ajo shkroi se çfarë ndodhi në atë dhomë. Dhe ajo shkroi se si, kur ajo u përpoq të largohej, ajo u kërcënua me armë. Nëse ti flet, familja jote do të vuaj, i thanë. Nëna jote do të humbas pensionin. Vëllai yt do të humbas punën. Dhe ti do të zhdukem. Vaçe nuk foli. Ajo u kthye në shtëpi dhe vazhdoi të këndonte. Por ajo nuk harroi kurrë. Dhe në atë ditar, ajo shkroi: një ditë, kur unë nuk do të jem më këtu, dikush do ta lexojë këtë.
Dhe atëherë, ata do të dinë se unë nuk isha ajo që ata mendonin. Unë nuk isha e dobët. Unë isha e burgosur. Lule Hoxha ka premtuar se do ta publikoj atë ditar. Por ajo ka frikë. Ajo ka marrë telefonata kërcënuese. Ajo ka parë makina të panjohura të parkuara jashtë shtëpisë së saj. Ajo e di se ka njerëz që nuk duan që ajo të flasë. Por ajo ka vendosur se nuk do të heshtë më. Nëse diçka më ndodh, thot ajo, dietarët e mi janë të udhëzuar të publikojnë gjithçka. Kështu që ata mund të më vrasin. Por ata nuk mund ta vrasin të vërtetën. Por çfarë do të ndodh kur ai ditar të publikohet? Çfarë do të ndodh kur emrat të dalin në dritë? Çfarë do të ndodh kur njerëzit që sot jetojnë në vila të mëdha, që drejtojnë kompani të suksesshme, që ecin me kokën lart në shoqëri, të zbulohen si ata që shkatëruan një grua të pafajshme për të mbrojtur sekretet e tyre të ndyra? A do të ketë drejtësi? Apo sistemi do të gjejë një mënyrë tjetër për të varrosur të vërtetën? Këto janë pyetjet që ne do t'i përgjigjemi në kapitullin final. Sepse historia e Vaçe Zelas nuk është thjesht historia e një artisteje të thyrë. Është historia e një vendi që ende nuk ka guximin të përballet me të kaluarën e tij. Është historia e një shoqërie që preferon gënjeshtrën e rehatshme mbi të vërtetën e dhimbshme. Por sa kohë do të vazhdojmë të jetojmë në atë gënjeshtër? Sa kohë do të vazhdojmë të ndërtojmë të ardhmen mbi kufoma të varrosura dhe sekrete të fshehura? Vaçe Zela nuk mund të flasë më. Por zëri i saj, nëpërmjet atij ditari, po kthehet. Dhe kur ai zë të dëgjohet, askush nuk do të mund ta ndalojë. A jeni gati të dëgjoni? A jeni gati të përballeni me të vërtetën? Sepse ajo që vjen tani është momenti që ka pritur 30 vjet për të ardhur. Në një shtëpi pleq në periferi të Tiranës, një grua e vjetër me duar të dridhuara mban një çelës të vockël argjendi. Ajo e ka mbajtur atë çelës për 35 vjet duke pritur momentin e duhur. Emri i saj është Marieta Koci dhe ajo ishte pastruese në radion kombëtare nga viti 1965 deri në vitin 1998. Askush nuk i kushtonte vëmendje. Ajo ishte e padukshme, sikur mobilie. Por pikërisht për këtë arsye, ajo shite gjithçka. Ajo dëgjonte biseda që nuk duhej të dëgjoheshin. Ajo pastronte dhoma ku nënshkruheshin kontrata të fshehta. Dhe një natë, në dhjetor të vitit 1997, ajo gjeti diçka që ndryshoi gjithçka, një kasafort të vogël metalike, të fshehur pas një paneli të lëvizshëm në zyrën e drejtorit të programeve muzikore. Brenda saj ishin dokumente që tregonin se si artistët më të famshëm të vendit ishin kontrolluar jo vetëm nga shteti, por nga një rrjet privat që përfitonte nga çdo kontratë, nga çdo koncert, nga çdo shitje diskosh. Marieta kopjoi Chelsin. Ajo nuk e dinte pse. Thjesht ndjeu se një ditë, ai çelës do të kishte rëndësi. Dhe sot, ajo e di se ajo ditë ka ardhur. Sepse ajo kasafort ende ekziston, e fshehur në një depo të vjetër në zonën industriale të Tiranës. Dhe brenda saj, sipas Marietas, janë dokumentet origjinale që tregojnë se kush vërtet e kontrollonte Vaçe Zela. Kush përfitonte nga dhimbja e saj. Dhe kush dha urdhrin final për ta heshur përgjithmonë. Por pse Marieta nuk foli më herët? Pse ajo priti 35 vjet? Sepse unë kisha frikë, thot ajo me zë të thyrë. Unë pash se çfarë u bë me ata që u përpoqën të flisnin. Unë pash se si ata zhduken. Si ata u shkatëruan. Unë kisha një vajzë të vogël. Unë nuk mund ta rrezikoja atë. Por tani, vajza ime ka vdekur. Unë jam e vjetër. Unë nuk kam më asgjë për të humbur. Dhe unë nuk mund të vdes duke ditur se e vërteta është varrosur me mua. Marieta na tregoi se ku ndodhet ajo kasafort. Ajo na dha Chelsin. Por ajo na paralajmëroi, kur ju ta hapni atë, ju do të gjeni emra që ju nuk i prisni. Ju do të gjeni njerëz që sot janë të respektuar, që sot janë të pasur, që sot jetojnë sikur asgjë nuk ka ndodhur. Por ata janë ata që e shkatëruan Vaçe Zela. Ata janë ata që e kthyen jetën e saj në ferr. Dhe ata janë ata që ende, sot, do të bënin gjithçka për të mbajtur atë kasafort të mbyllur. A guxojmë ne të hapim atë? A guxojmë ne të përballemi me atë që do të gjejmë brenda? Apo do të zgjedhim, si shumë të tjerë para nesh, të kthejmë kokën dhe të vazhdojmë të jetojmë në gënjeshtër? Në muajin e fundit të jetës së saj, Vaçe Zela nuk doli nga shtëpia.
Ajo nuk pranoi vizitor. Ajo nuk hapi dritaret. Fqinjet thanë se ajo kishte bërë si hije. Por një person arriti ta shihte, një mjek I ri me emrin Alban Shehu, I cili ishte thirrur për të kontrolluar gjendjen e saj shëndetësore. Ai shkoi në shtëpinë e saj 3 herë në atë muaj të fundit. Dhe ajo që ai pa e tronditi. Ajo nuk ishte thjesht e sëmur, thot ai sot. Ajo ishte e tmerruar. Ajo më pyeti nëse unë isha I sigurt se askush nuk më kishte ndjekur. Ajo më kërkoi të kontrolloja nëse kishte pajisje dëgjimi në dhomë. Ajo më tha se ata po vinin për ta marrë. Unë mendova se ishte paranoja nga sëmundja. Por tani, duke ditur atë që di, unë e kuptoj se ajo nuk ishte e çmendur. Ajo kishte të drejtë. Në vizitën e fundit, Vaçe I dha Albanit një zarf të vulosur. Ajo I tha, nëse diçka më ndodh, mos e hap këtë menjëherë. Prit 15 vjet. Pastaj, jepja dikujt që ka guxim. Albani e mbajti atë zarf. Ai e fshiu në një vend të sigurt. Dhe ai priti. 15 vjet kaluan. Dhe në vitin 2013, ai e hapi. Brenda ishte një letër e shkruar me dorën e dridhur të Vaçes. Dhe në atë letër, ajo shkroi emrat e 3 njerëzve që, sipas saj, ishin përgjegjës për shkatërimin e jetës së saj. Emri I parë ishte Agim Krajka, oficeri I sigurimit që e kishte kontrolluar për dekada. Emri I dytë ishte Bashkim Shehu, burri I saj, I cili nuk ishte thjesht një bashkëshort dhunues, por një bashkëpunëtor aktiv I sistemit që e shfrytëzonte atë. Dhe emri I tretë ishte një emër që askush nuk e priste, Nexhmie Hoxha, e veja e diktatorit Enver Hoxha. Sipas letrës së Vaçes, Nexhmie kishte qenë ajo që kishte dhënë miratimin final për kontratën që e bëri Vaçe një pronë shtetërore. Ishte Nexhmie që kishte vendosur se Vaçe nuk mund të martohej me këtë donte. Ishte Nexhmie që kishte urdhëruar që ajo të mbahej në mbikëqyrje të vazhdueshme. Dhe ishte Nexhmie që, kur Vaçe u përpoq të largohej nga vendi në vitin 1985, e bllokoi pasaportën e saj dhe e detyroi të qëndronte. Ajo më tha se unë I përkisja popullit shqiptar, shkroi Vaçe. Por e vërteta ishte se unë I përkisja asaj. Unë isha kukulla e saj. Dhe kur kukullat nuk janë më të dobishme, ato hidhen. Albani Shehu na tregoi këtë letër. Ai na tha se ai nuk e ka publikuar më herët sepse kishte frikë. Por tani, ai beson se koha ka ardhur. Nexhmie Hoxha vdiq në vitin 2020, thot ai. Ajo nuk mund të më bëj asgjë më. Por e vërteta duhet të dihet. Njerëzit duhet të dinë se çfarë lloj sistemi ishte ai. Dhe se si ai sistem shkatërroi jo vetëm armiqtë e tij, por edhe ata që supozohej se I shërbente. Por a është kjo e vërteta e plotë? Apo ka ende shtresa të tjera që nuk janë zbuluar? Në vitin 2020, një grup gazetarësh investigativ filloi të hetonte lidhjet financiare midis ish-zyrtarëve të regjimit dhe bizneseve të reja që lindën pas vitit 1991. Ata zbuluan se shumë nga pronat që u privatizuan në vitet e para të demokracisë u blen nga kompani fantazm që ishin të lidhura me ish-oficer të sigurimit të shtetit. Dhe një nga ato prona ishte pikërisht shtëpia ku Vaçe Zela kishte jetuar vitet e fundit të jetës së saj. Ajo shtëpi, e cila zyrtarisht I përkiste shtetit, u shit në vitin 1999 për një çmim shumë të ulët një kompanie me emrin Adriatic Invest. Pronari I asaj kompanie ishte një burr me emrin Artan Krajka, djali I Agim Krajkës. Kjo do të thotë se burri që e kishte kontrolluar Vaçe për vite dhe që sipas dëshmive e kishte kërcënuar deri në ditët e fundit, përfitoi edhe nga prona e saj pas vdekjes. Si është e mundur kjo? Si mund të jetë që askush nuk e hetoi këtë? Dhe sa prona të tjera, sa pasuri të tjera të artistëve të vdekur përfunduan në duart e atyre që I kishin persekutuar? Në vitin 2021, Artan Krajka vdiq nga një sëmundje e gjallë. Por para se të vdiste, ai thiri një prift dhe u rrëfye. Ai nuk kërkoi falje për veten e tij, por për baban e tij. Babai I bëri gjëra të tmerrshme, I tha ai priftit. Ai shkatërroi njerëz. Ai mori jetë. Dhe ai më detyroi të vazhdoja atë që ai kishte filluar. Por unë nuk dua të vdes me atë barr. Unë dua që e vërteta të dihet. Prifti, I cili ka folur në kushte anonimiteti, thot se Artan I dha atij një kujtesë USB që përmbante dokumente të skanuara nga arkivat e babait të tij.
Brenda asaj kujtese ishin raporte të detajuara për Vaçe Zela, përfshirë plane për ta izoluar, për ta kontrolluar dhe për ta hequr nëse ajo bëhej e rrezikshme. Kishte edhe diçka tjetër, një regjistrim audio nga një takim që kishte ndodhur në shkurt të vitit 1998, vetëm 2 javë para se Vaçe të vdiste. Në atë regjistrim dëgjohet zëri i Agim Krajkës duke folur me dikë tjetër. Ai thot, ajo po bëhet problem. Ajo po flet shumë. Ne duhet ta zgjidhim këtë shpejt dhe pa zhurmë. Zëri tjetër, i cili nuk është identifikuar ende, përgjigjet, bëhet të duket natyrale. Ajo është e sëmur. Askush nuk do të dyshoj. Ky regjistrim është prova më e qartë që kemi se vdekja e Vaçe Zelas nuk ishte natyrale. Ishte një ekzekutim i planifikuar me kujdes. Por kush ishte zëri tjetër në atë regjistrim? Kush ishte personi që dha urdhrin final? Ekspertët e zërit kanë analizuar regjistrimin. Ata kanë krahasuar atë me regjistrimet e njohura të zyrtarëve të lartë të asaj kohe. Dhe ata kanë arritur në një përfundim që është aq i frikshëm sa edhe sot, institucionet shtetërore refuzojnë ta pranojnë. Zëri i dytë i përket një personi që në atë kohë ishte antar i Kuvendit të Shqipërisë. Një person që sot jeton ende, që sot ka ndikim politik dhe që sot vazhdon të mohojë çdo përfshirje në ngjarjet e asaj kohe. Ne nuk mund ta përmendim emrin e tij për arsye ligjore. Por ne mund t'ju themi këtë, ai është aty. Ai jeton midis nesh. Ai ecën në rrugët e Tiranës. Ai shkon në restorante të shtrenjta. Ai takohet me politikan dhe biznesmen. Dhe ai di se çfarë bëri. Ai di se ai është përgjegjës për vdekjen e Vaçe Zelas. Por ai mendon se është i sigurt. Ai mendon se koha ka fshirë gjurmën. Por ai gabohet. Sepse e vërteta nuk vdes. Ajo vetëm pret. Në vitin 2022, një grup aktivistësh për të drejtat e njerëzit filloi një fushatë për të kërkuar rihapjen e hetimit për vdekjen e Vaçe Zelas. Ata mblodhen në nënshkrime. Ata organizuan protesta. Ata kërkuan që prokuroria të merrte në shqyrtim provat e reja që kishin dalë në dritë. Por prokuroria refuzoi. Ajo tha se nuk ka prova të mjaftueshme për të justifikuar një hetim të ri. Por si mund të mos ketë prova të mjaftueshme kur ka dëshmi nga dëshmitar, kur ka dokumente, kur ka regjistrimet audio? E vërteta është se sistemi nuk dëshiron të hetojë. Sepse nëse ai heton, ai do të zbulojë se shumë nga njerëzit që sot janë në pushtet, ose që kanë lidhje me ata që janë në pushtet, janë të lidhur me krimet e së kaluarës. Dhe nëse ato krime zbulohen, gjithë sistemi do të tundet. Prandaj, ata zgjedhin heshtjen. Ata zgjedhin të varrosin të vërtetën. Ata zgjedhin të mbrojnë veten në kurriz të drejtësisë. Por sa kohë do të vazhdojë kjo? Sa kohë do të vazhdojmë të lejojmë që kriminalët të jetojnë në paqe ndërsa viktimat e tyre janë harruar? Vaçe Zela nuk ishte e vetmja. Ajo ishte një nga qindra, ndoshta mijëra njerëz që u shkatëruan nga një sistem që nuk njihte mëshirë. Por historia e saj është e veçantë sepse ajo ishte e dukshme. Ajo ishte e famshme. Ajo ishte e dashur. Dhe megjithatë, ajo nuk u mbroi. Ajo u shfrytëzua, u tradhtua dhe më në fund u heshtua. Dhe edhe sot, 34 vjet pas vdekjes së saj, ajo ende nuk ka marrë drejtësi. Por ne, si shoqëri, kemi një zgjedhje. Ne mund të vazhdojmë të heshtim. Ne mund të vazhdojmë të bëjmë sikur asgjë nuk ka ndodhur. Ose ne mund të ngrejmë zërin. Ne mund të kërkojmë të vërtetën. Ne mund të kërkojmë drejtësi. Jo vetëm për Vaçe Zela, por për të gjithë ata që u shkatëruan nga një sistem që ende nuk kemi guximin ta përballemi plotësisht. Sepse derisa ne nuk përballemi me të kaluarën tonë, ne nuk mund të ndërtojmë një të ardhme të vërtetë. Derisa ne nuk japim drejtësi për viktimat e dieshme, ne nuk mund të pretendojmë se jemi një shoqëri e drejtë sot. Kitara e thyer që u gjet në dhomën e Vaçes nuk ishte thjesht një objekt i shkatëruar. Ishte një simbol. Ishte një mesazh. Ishte një bërtim e fundit nga një grua që kishte humbur gjithçka përveç dinjitetit të saj. Ajo e theu atë kitar sepse ajo nuk mund të këndonte më atë që e detyronin. Ajo e theu sepse ajo nuk mund të jetonte më në atë gënjeshtër. Ajo e theu sepse ajo donte që bota të dinte se ajo nuk ishte dorëzuar. Ajo kishte luftuar deri në fund. Dhe edhe pse ata e heshën, edhe pse ata e varrosën, edhe pse ata u përpoqën ta fshin nga historia, ajo la gjurmë.
Ajo la dëshmi. Ajo la një trashëgimi që ne, sot, kemi përgjegjësinë ta mbrojmë. Sepse nëse ne harrojmë Vaçe Zela, nëse ne lejojmë që historia e saj të zhduket, atëherë ne po themi se jeta e saj nuk kishte vlerë. Dhe nëse ne themi këtë, atëherë ne po themi se asnjë jetë nuk ka vlerë kur ajo bëhet e papërshtatshme për ata që janë në pushtet. Por ne nuk do ta harrojmë. Ne nuk do ta lejojmë që historia e saj të zhduket. Ne do të vazhdojmë të kërkojmë të vërtetën. Ne do të vazhdojmë të kërkojmë drejtësi. Dhe ne do të vazhdojmë të kujtojmë emrin e saj, Vaçe Zela, gruaja që këndoi për një komb, por që u shkatërrua nga ata që supozohej se e duan atë komb. Ajo meritonte më mirë. Ajo meritonte lirinë që asaj ju mohuan. Ajo meritonte dashurinë që asaj ju mohuan. Ajo meritonte drejtësinë që asaj ju mohuan. Dhe edhe pse ne nuk mund t'ia kthejmë asaj atë që humbi, ne mund të bëjmë diçka. Ne mund të sigurojmë që historia e saj të mos harrohet. Ne mund të sigurojmë që emri i saj të jetojë. Dhe ne mund të sigurojmë që ata që e shkatëruan të dinë se ne e dimë të vërtetën. Dhe se një ditë drejtësia do të vijë. Ndoshta jo sot. Ndoshta jo nesër. Por ajo do të vijë. Sepse e vërteta, pavarësisht sa thellë e varrosin, gjithmonë gjen një mënyrë të dalë në dritë. Miq të dashur, ne ju kemi treguar historinë e Vaçe Zelas. Një histori dhimbjeje, tradhtie dhe heshtjeje të detyruar. Por tani, ne duam të dëgjojmë nga ju. Si e shihni ju këtë histori? A mendoni se Vaçe Zela ishte viktime e një sistemi mizor, apo ajo bëri zgjedhje që e bën bashkëfaqëse në vuajtjen e saj? A mendoni se ajo meritonte më mirë nga shoqëria që e donte? A mendoni se ne, si komb, kemi përgjegjësinë të kërkojmë drejtësi për të dhe për të gjithë ata që u shkatëruan nga regjimi? Shkruani mendimet tuaja në komentet më poshtë. Na tregoni nëse ju ose familja juaj e mbani mend Vaçe Zela. Na tregoni nëse ka histori të tjera si e saj që duhet të zbulohen. Sepse vetëm duke folur, vetëm duke ndarë, vetëm duke kujtuar, ne mund të sigurojmë që e vërteta të mos vdes. Nëse ju besoni se kjo histori duhet të dëgjohet nga më shumë njerëz, lini një pëlqim dhe abonohuni në kanalin ton. Sepse ne do të vazhdojmë të zbulojmë të vërtetat që të tjerët duan t'i fshehin. Ne do të vazhdojmë të japim zë atyre që u heshën. Dhe ne do të vazhdojmë të luftojmë për drejtësi, edhe kur bota na thot të heshtim. Faleminderit që ishit këtu. Faleminderit që dëgjuat. Dhe faleminderit që nuk harroni.